Gjykata e posaçme për korrupsion dhe krimin e organizuar (GKK) ka pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme SPAK për konfiskimin e një apartamenti të ish-kreut të gjykatës kushtetuese, Bashkim Dedja. Mësohet se bëhet fjalë për një apartament me sipërfaqe 60 metër katror në qytetin e Durrësit, në zonën e Golemit, për të cilën Dedja duket se nuk e justifikon dot si pasuri. Dedja ka 15 ditë për të apeluar këtë vendim të GKK-s. Konfiskimin e pasurisë të paluajtshme apartament me sipërfaqe 60 metër katror, regjistruar në emër të shtetasit LD, të sekuestruar me vendim numër 08, datë 20/4/2021, të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, dhe kalimin e saj në favor të shtetit, duke udhëzuar ekzekutimin e menjëhershëm të këtij vendimi. Thuhet në njoftimin e GKK-s, kujtojmë se 2 muaj më parë, gjykata e posaçme e apelit la në fuqi dënimin e dhënë nga shkalla e parë ndaj ish-kryetarit të gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja, me 6 muaj burg për fshehje dhe deklarim të rrem dhe konvertimin e masës me shërbim prove. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese e kaloi shkallën e parë të vettingut, por u rrëzua në vendimin e kolegjit të posaçëm dhe apelimit KPA, që e lidhi këtë subjekt të rivlerësimi përmes një kontrate me OSHE me një apartament në Golem, që pretendoi se ishte i vëllait. Hetimet ndaj Dedjas u nisën nga SPAK në maj të vitit 2020, pas dyshimeve se kishte në pronësi pasuri të paluajtshme, që nuk i justifikonte me burime të ligjshme. SPAK siguroi atëherë në gjykatën e posaçme urdhër sekuestroje për një shtëpi me sipërfaqe 60 metër katror në Golem, në zotërim të Dedjas. Dedja u deklarua dhe u dënua në shkallën e parë më 26 qershor 2023 për veprën penale refuzimi për deklarim, mos deklarimi, fshehja ose deklarimi i rrem i pasurive, interesave privat të personave të zgjedhur dhe nënpunësve publik ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim.